që nuk duhej që të ishte ngritur fare dhe kur u ngrit, prokuroria humbi 3 mundësi për të analizuar më mirë qëndrimin e saj. Pra, ne parashtrojmë që prokuroria duhet ta kishte tërhequr këtë akuzë në një fazë shumë të hershme, por ajo nuk e bëri gjë të tillë. Në vend vendimit për të tërhequr këtë akuzë thuajse 2 vite gjykimi, pavarësisht kësaj, prokuroria vazhdoi që t'i qëndronte qëndrimit të vet shprehjemisht false të pambështetur që ky është një pjesë e rëndësishme e akuzave të ngritura ndaj zotit Krasniqi. Asnjë prokuror i arsyeshëm, profesionist dhe etik, parashtrojmë ne, nuk duhet të kishte pritur kaq shumë kohë përpara se sa të tërhiqte një akuzë të tillë. Është e qartë që kjo akuzë nuk duhet të ishte ngritur fare që për fillimit. Të nderuar gjykatës, ju dini që ky është një gjyq, nuk është një forum që palët të flasim pa lidhje. Prokuroria nuk duhet t'i bëj akuzat në qoftë se nuk ka prova të solide. Prokuroria ka detyrimin pozitiv që të tërheqin pretendimet së akuzat e tyre në momentin kur nuk kanë prova për t'i mbështetur ata. Nuk është kjo puna e prokurorisë që ato thjesht i hedhin fjalët sikur akuzat mos kishin asnjë lloj vlere dhe të bëjnë sikur asgjë nuk ka ndodhur. E njëjti model po ashtu është i pranishëm edhe në dosjen përfundimtare. Prokuroria nuk duhej që të ngrinte akuza për çështje të cilat nuk janë mbështetur në gjykim. Ne jemi besim plot që ju, nderuar gjykatës, do të analizoni provat aktuale dhe gjithë dokumentacionin e çështjes gjyqësore dhe do ta shpallni zotin Krasniqi, jo përgjegjës për asnjë prej akuzave të ngritura nga prokuroria. Ka përpjekje të përsëritura nga prokuroria për të lidhur Jakub Krasniqin me krimet e akuzuara. Ne parashtrojmë që këto përpjekje të prokurorisë kanë të shtuar. Ju kërkojmë të nderuar gjykatës që të keni parasysh përdorimin prokurorisë të spekulimeve dhe është e rëndësishme që të bëjë vlerësimi i plotë i argumenteve të saj. Në të gjithë dosjen e prokurorisë nuk ka marrëdhënie që ekzistojnë midis pjesëve të palidhura të provave, të cilat bëhen baza për lidhjet me ngjarje që përdryshe nuk kanë piklidhje. Besoj që ju keni vënë re anëtar të trupit gjykues që emri i Jakub Krasniqit përdoret për ngjarje ose incidente ose pretendime ku Jakub Krasniqi nuk ka fare lidhje. Dhe për këtë arsye është e rëndësishme që të vihet në dukje që qëndrimi i prokurorisë është që thjesht ta thotë emrin e zotit Krasniqi edhe po mbeti diçka le të mbes. Për shembull, në paragrafin 367 të dosjes vet paragjyqësore, prokuroria ka vendosur Jakub Krasniqin në një takim në Malishev në fund të qershorit të 98-s. Dhe madje edhe ka sugjeruar një lidhje midis këtij takimi dhe urdhrit për mbylljen e zyrave të partive politike në Malishev. Këto prezantime, këto akuza nuk qëndruan në gjykim. Prokuroria vendosi që të mos e thriste Gani Krasniqin, i cili ishte dëshmitari tjetër i cili mund të jepte dëshmi për këtë takim ishte Ahmet Rahmanaj. Sikur se tregohet në ekran dhe për proces verbal kjo është prova po 01695. Pra Rahmanaj shpjegoi që e ka parë Jakub Krasniqin që të futej në Malishev më vonë gjatë ditës, pasi kishte përfunduar takimin. Vetë Jakub Krasniqi i ka thënë Rahmanaj që po shkonte në Malishev për të vizituar një person që ishte smur. Rahmanaj asnjëherë nuk ka dëgjuar askënd të thotë që Jakub Krasniqi ka marrë pjesë në këtë takim. E papenguar nga dëshmitë faktike që Jakub Krasniqi nuk kishte piklidhje me takimin në Malishev, në paragrafin 789 të dosjes së saj përfundimtare, prokuroria e përshkruan takimin në Malishev në fund të qershorit të 98-s, sikur në të kanë marrë pjesë Fatmir Limaj, Mushari, Gani Krasniqi dhe anëtar të tjerë të njësitit Lume, ku, sipas prokurorisë, Gani Krasniqi u konfirmua si drejtues ose shef i administratës civile në Malishev.
Mëtej, prokuroria shton, dhe këtu citoj, mund ta lexoni në të njëjtën diapozitivë përpara ekranit, Jakub Krasniqi vizitoi Malishevën të njëjtën ditë, pra të njëjtën ditë të takimit. Çfarë vlerë ka kjo fjali? Çfarë do thotë prokuroria me këtë fjali? Nuk duhet ketë asnjë hapësirë për hamendësim ose për aludime opake. Pas viteve gjykimi, dosja përfundimtare e prokurorisë nuk mund të nënkuptojë gjërat paqëna ose nuk mund të nënkuptojë që duhet ketë një lidhje për shkak të faktit që nuk dëshiron që ta hedhë një akuzë që është refuzuar prej dëshmitarëve të vet. Kjo nuk është asgjë tjetër se sa një përpjekje për të hedhur baltë mbi të akuzuarit dhe demonstron qasjen e prokurorisë mbi çështje. Një tjetër shembull ku prokuroria mbështetet në spekulim, mund të shikohet se si prokuroria trajton relevancën apo rëndësinë e pranisë së pretenduar të Jakub Krasniqit në vende të caktuara në Kosovë. Her pas here, prokuroria nënkupton që ka pasur një prani ose prezencë të pretenduar në një zonë të caktuar dhe kjo duhet të shikohet si e barabartë me pjesëmarrjen në krime ose njërim për krime. Kjo do të trajtohet më tepër në hollësi nga zoti Elis, kur ai të bëjë parashtrimet lidhur me rolin e Jakub Krasniqit si zëdhënësin e UÇK-s. Një element tjetër i çuditshëm në dosjen e prokurorisë është se në mënyrë të vazhdueshme i mbyll syt përpara çdo prove që nuk i përshtatet narrativës së prokurorisë. Prokuroria as nuk e pranoi ekzistencën e provave shfaqësuese. E jo më tepër të bënte parashtrime mbi peshën që duhej vënë atyre. Një pjesë e madhe e dosjes së mbrojtjes e kundërshton teorinë e prokurorisë dhe këto nuk trajtohen as pak në dosjen e tyre, përveç faktit që janë një tipar i rëndësishëm i mbrojtjes së Krasniqit gjatë gjithë gjykimit. Pra është e çuditshme se si shkojnë punët. Për shembull, trupi gjykues ka marrë dëshmi të shumta që emërimi i Jakub Krasniqit si zëvendës komandant për mbështetje nuk njihej në të gjitha nivelet e UÇK-s. Zoti Krasniqi nuk njihej si zëvendës komandant për mbështetje për ndërkombëtarët me të cilët ka pasur komunikim, sepse këtë mund ta shihni konkretisht në diapozitivin konkret. Dëshmitarët të prokurorisë pashtu kanë konfirmuar se Jakub Krasniqi zyrtarisht e ka mbajtur këtë rol vetëm për një periudhë të shkurtër kohore, për afërsisht 3 muaj. Vion tashmë dëshmia e mbrojtjes e Jakub Krasniqit. Unë lë në shoqërinë e këtij procesi gjyqësor. Mos u largoni, pas pak do të vi kolega Ujez Doshlani për zhvillimet kryesore. Bashkë do shihemi sërish të hënë në orën 12. Deri atëherë, kalofshi bukur.